Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria po kalon një moment të rëndësishëm në rrugën e saj drejt integrimit europian. Në një takim me përfaqësues të Internacionale Socialiste dhe partive si Motra Europiane, ai theksoi se qeveria po përdor inteligjencën artificiale për të lehtësuar procesin e parafrimit të kuadrit ligjor me atë të Bashkimit Evropian. Sipas Ramës, kjo qasje shmang vonesat dhe ul nevojën për një numër të madh përkthyesish, duke përshpejtuar procesin e negociatave. Siç mund ta dini shumë mirë, tashmë jemi në fund të mandatit të tretë të qeverisë tonë progresive dhe presim me padurim një fushat mjaft tërheqëse zgjedhore për të marrë mandatin e katërt dhe për të përmbushur misionin që kemi marrë me shumë seriozitet që nga dita e parë e punës tonë për të çuar Shqipërinë një herë mirë drejt Bashkimit Evropian dhe për t'i dhënë fund historive të marginalizimit, diskriminimit dhe gjithçkaje tjetër që mund të shtoni vetë. Jemi të bekuar që kemi lindur në zëmbër të Europës, por kështu në të njëjtën kohë kemi qenë të mallkuar sepse kemi qenë të izoluar dhe të shkëputur nga Europa dhe rrugëtimi jon drejt Europës në një kohë kaq të gjatë. Është koha jon tashmë, është momenti ynë, është shansi ynë, është mundësia jonë e madhe për të përfunduar këtë punë dhe për të nxjerrë maksimumin e këtij shansi të jashtëzakonshëm që na paraqitet si një mundësi mjaft faktike për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, që kur dolëm nga makthi i diktaturës komuniste, kjo është hera parë që e shohim një mundësi reale për t'u bashkuar Bashkimit Evropian dhe që është tani yjet janë në drejtimin e duhur. Yjet tanë, yjet e Bashkimit Evropian, ndoshta jo për të njëjtat arsye, por çka është e rëndësishme, yjet janë të radhitura si duhet dhe ne mund të hedhim hapin. Një nga aspektet më të rëndësishme që numri 1 i ekzekutivit theksoi ishte barazia para ligjit dhe reforma në drejtësi. Rama e cilësoi si revolucionar faktin që për herë të parë në historinë e vendit, njerëz të fuqishëm të lidhur me politikën dhe shtetin po japin llogari para drejtësisë. Për herë të parë në historinë tonë të shtetit që prej vitit 1912 kur shpallën pavarësinë, po shohim njerëz të fuqishëm të lidhur me pushtetin politik që janë në qeveri, anë në opozitë që japin llogari përpara gjyqtarëve dhe prokurorëve të pavarur. Sigurisht nuk mund të afshet që nga pikpamja njerëzore nuk është gjëja më mirë të shohësh njerëz të cilët i njeh prej një kohe të gjatë të çohen përpara drejtësisë për të përgjigjur për gjëra të ndryshme dhe duke qenë se janë të pafajshëm derisa të provohen fajtor. Këto janë proceset që kërkojnë kohën e tyre. Theksin e vuri tek fakti se reforma në drejtësi ka pastruar sistemin nga ndërhyrjet politike dhe se tashmë pushteti ekzekutiv nuk ka më ndikim mbi vendimet e drejtësisë. Por ajo çka është krejt e re në Shqipëri dhe është mjaft revolucionare, do të thoja jo vetëm në Shqipëri, është nga njëra anë kemi pastruar masivisht procesin e drejtësisë përmes një procesi verifikimi dhe nga ana tjetër praktikisht ja kemi kaluar shpatën e ndeshkimit nga pushteti ekzekutiv në pushtetin gjyqësor. Nuk ka qenë kështu vetëm pak vite më parë dhe natyrisht që kjo po ndihmon shumë, s'ka as pak dyshim, siç po ndihmon edhe fakti që ne po rritemi në mënyrë të qëndrueshme. Në mbyllje të fjalës së tij, kreu i qeverisë siguroi se qeveria që ai drejton do të vazhdojë të punojë me përkushtim për të përmbushur detyrat e nevojshme për anëtarësim në Bashkimin Evropian, duke shfrytzuar teknologjinë më të fundit për të përshpejtuar proceset burokratike dhe ligjore.